Pse quhet nata e Kadrit? Fjala Kadr normalisht është fjalë e gjuhës arabe. Dietarët islam kanë dhënë interpretime të ndryshme duke u nisur nga ngjarjet që ndodhin apo kanë ndodhur në këtë natë dhe nga vlera dhe dobia e kësaj nate. Disa dietarë thonë se quhet nata e Kadrit në kuptimin e madhështisë. Pra, në fjala Kadr në këtë rast thonë ka kuptimin e madhështisë. Pra, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne zbritëm Kuranit në një natë madhështore. Pra, në kuptimin e vlerës. Të tjerë thonë se qëllimi dhe kuptimi i fjalës është se në këtë natë ndodh përcaktimi vjetor. Përcaktimi, së pari kemi përcaktimin e përgjithshëm që ka ndodhur në Lauhil Mahfudh, pra që është shkruar në librin e madh, 50.000 vjet përpara se Allahu subhanahu wa taala të krijojë qiellin dhe tokën, dhe ky është një përcaktim i cili nuk ndryshon. Kemi përcaktimin tjetër, siç vjen në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu taala anhu, ku njeriu duke qenë akoma në barkun e nënës së tij, i paracaktohet risku i tij, jetëgjatësia e tij, dhe a do të jetë i lumtur apo i vuajtur. Kemi dhe përcaktimin vjetor i cili bëhet në natën e Kadrit, për të cilën Allahu subhanahu wa taala thot: Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ne e zbritëm këtë Kur'an në një natë të begat. Dhe me këtë Kur'an ne ishim paralajmërues dhe kritikues për njerëzit, natë në të cilën thot Allahu subhanahu wa taala yufraqu kullu amrin hakim, sqarohet dhe përcaktohet çdo çështje. Pra në këtë natë Allahu subhanahu wa taala bën përcaktimin vjetor, çfarë do të ndodhi nga kjo natë Kadri deri në natën e Kadrit të ardhshme, për jetës, vdekjes, riskut, sëmundjeve, problemeve, gëzimeve, hidhërimeve, pra që do të preki secilin prej njerëzve. Ndërsa dietarë të tjerë mendojnë dhe thonë se kjo quhet nata e Kadrit për shkak se adhurimi në këtë natë ka vlerë të veçantë nga adhurimi në netet e tjera, pra namazin në këtë natë, duaja, leximi i Kuranit, dhikri e të tjera adhurime kanë një vlerë dhe rëndësi të veçantë në këtë natë për shkak të vlerave që përmban kjo natë, dhe pikërisht për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala për shkak të kësaj vlere quhet i Qadr, pra në kuptimin e vlerës.